Brenda shtëpisë së Big Brother, Limi vendos të flasë hapur për ndjenjat e tij ndaj Elionës. Ai duket i serioz dhe i fokusuar, dhe fillon të tregojë se si ajo ka mbetur një fiksim i madh për të. Me një ton të sinqert dhe pak të ndjerë, ai thotë se ndjen një tërheqje që nuk mund ta kontrollojë dhe se mendja e tij vazhdon të kthehet tek Eliona. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta, por të mbushura me një tension emocional që tregon seriozitetin dhe vendosmërinë e tij. Ai shton se nuk mund të rrijë pa e bërë njëherë atë që ndjen, duke treguar qartë se dëshira e tij është intensive dhe nuk mund të injorohet. Limi shpreh hapur se ndjenjat e tij janë të fuqishme dhe se nuk mund t'i fshehë më, duke krijuar një tension të dukshëm në ajër. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë ngrohtësinë dhe energjinë e momentit, disa mbeten të habitur nga hapësira emocionale që krijohet, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë ndikimin e kësaj ndjenje në lojën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Limi vazhdon të flasë për fiksimin që ka ndaj Elionës dhe për mënyrën se si kjo ndjenje e ka prekur në çdo moment brenda shtëpisë. Ai përshkruan se çdo shikim i saj, çdo gest dhe çdo buzëqeshje ka mbetur i ngulitur në mendjen e tij dhe se nuk mund të shprehet më qetësisht pa treguar hapur dëshirën dhe fiksimin e tij. Emocionet që ndjehen janë intensive dhe publiku mund të ndjejë qartë tensionin dhe ngrohtësinë që ekziston mes tyre, edhe në mungesë të ndonjë veprimi fizik të drejtë për drejtë. Ndërkohë, të tjerët brenda shtëpisë reagojnë në mënyra të ndryshme. Disa janë të çuditur dhe pak të frikësuar nga vendosmëria e Limës, disa mbeten të hutuar nga sinqeriteti i tij, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë se çfarë ndikimi mund të ketë kjo ndjenjë në marrëdhëniet dhe strategjitë brenda shtëpisë. Tensioni emocional përhapet në ajër dhe çdo fjalë e Limës shton dramatizmin e momentit. Ai përfundon duke nënvizuar se ndjenja e tij për Elionën është e pakontrollueshme dhe se nuk do të pushoj derisa të arrijë të përjetojë atë që ndjen. Fjalët e tij mbeten të freskëta dhe të fuqishme, duke lënë një ndjesi të fortë dhe të tensionuar tek të gjithë banorët dhe shikuesit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më emocionuese, ku fiksimi, dëshira dhe vendosmëria e Limës ndërthuren dhe krijojnë një atmosferë që tërheq vëmendjen dhe emocionon publikun. Ky moment tregon qartë se ndjenjat e forta mund të krijojnë tension, emocione dhe intrigë, duke e bërë këtë një nga episodet më të diskutueshme dhe të ndjerë brenda shtëpisë së Big Brother. Publiku dhe banorët mbeten të intriguar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet situata dhe si do të ndikojë kjo ndjenjë e fuqishme në marrëdhënien mes Limës dhe Elionës.